Përshëndetje, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Në ish repartin e Kranes në Finiq ka nisur puna për ngritjen e qendrës rajonale të emergjencave civile në bashkëpunim me Bashkitë e Jugut. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha se kjo strukturë është e rëndësishme për përballimin e zjarreve gjatë sezonit turistik dhe rritjen e gatishmërisë operacionale në rajon. Aplikimet e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi, të cilat u hapën më 14 prill dhe përfunduan në 30 maj, regjistruan në qarkun e Gjirokastrës 3073 numër aplikime ku interes më të lartë ka pasur për mbështetjen me naftë me mbi 1300 aplikime nga ana e fermerëve. Zhvillimi i turizmit në Bashkimin e Malia i ka rritur ndjeshëm interesin e banorëve për të çelur biznese të reja në këtë sektor. Gjatë këtij viti janë hapur rreth 20 subjekte të reja, duke sjellë gjallëri në aktivitetin ekonomik lokal. Këtë bën me dije Valde Xhelollari, specialiste pranë zyrës së tatim taksave në Bashki. Çelësi i parë në edicioni 16 i festivalit të filmit për fëmijë Anifesta Gjiro në Gjirokastër. Fëmijët gjirokastrit për gjatë gjithë verës do të ndjekin 60 filma. Prodhimi i kinematografisë botërore për përzgjedhjen e filmave më të mirë do të vendosë juria e fëmijëve dhe ajo profesionale në datën 26 shtator. Ju njohim tani më gjerësisht. Në ish repartin e Kranes në Finiq ka nisur puna për ngritjen e qendrës rajonale të emergjencave civile në bashkëpunim me Bashkitë e Jugut. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu tha se kjo strukturë është e rëndësishme për përballimin e zjarreve gjatë sezonit turistik dhe rritjen e gatishmërisë operacionale në rajon. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ka vizituar ambientet e ish repartit të Kranes në Finiq, ku ka nisur puna për ngritjen e qendrës rajonale të emergjencave civile. Në një bashkëpunim edhe me bashkitë Delvin, Finiq, Konispol dhe Sarand, kjo nismë synon forcimin e kapaciteteve në përballimin e situatave emergjente, me fokus të veçantë tek zjarret që rrezikojnë zonën gjatë verës. Ideja është që përderisa ne do krijojmë një qendër rajonale që mbulon gjitha bashkitë e gjithë zonës, pra pjesërisht qark Vlorë, po pse jo edhe një pjesë të qarkut Gjirokastrës, të mund të jetë një qendër vetë mjaftuese, si më thënë, pra të gjitha kapacitetet jenë këtu. Pastaj bashkitë do ruajnë patjetër kompetencat e tyre për sa i përket personelit që do vendosim në dispozicion, dhe të gjejmë një mënyrë organizimi, komandim, kontrolli të përbashkët, pse jo me rotacion, në mënyrë që të kemi edhe një gjithëpërfshirje sa më të mirë, në kushtet ku mjetet zjarfikse do fillojnë të prodhohen nga kompania shtetërore Kajo. Do fillojmë të specializojmë, pra mjetet zjarfikse për zona pyjore, mjetet zjarfikse për zona malore, mjetet zjarfikse për zona urbane. Do kemi mundësinë që ti japim qendrës rajonale edhe mbështetjen nga ana e gjithë forcës motorike dhe mjeteve dhe pajisjeve. Këtu duhet që ne të vijojmë tani me një investim domethënës në mënyrë që të ketë dhe akomodim të nevojshëm, sepse janë stafe që rinë me turne, që duhet të kenë të gjitha ato hapësirat e nevojshme, hapësira stërvitje, hapësira riparimi, mirëmbajtje të mjeteve. Pra duhet të gjejmë një model ku qendra rajonale të jetë vetë mjaftueshme dhe të mos kthehet në një barr për bashkitë, sepse edhe bashkitë kanë ato elementet e tyre kufizues, qoftë nga pikpamje buxhetore apo të kapaciteteve, po të jetë një lehtësi dhe bashkitë janë përfituese, si më thënë, të një rritje të cilësore të gamës shërbimeve të ofruar. Është një lokacion shumë interes, edhe në vlerësim të riskut që kemi pasur, viti 2024 ka qenë një nga vitet me risku më të lartë për gjithë zonën e jugut, edhe në mënyrë të veçantë Finiq, Delvin, por dhe zona e malit të Sopotit, por duke qenë një pozicion shumë i volitshëm për të operuar shpejt pothuajse në të gjithë këtë pjesë që është edhe atraksion turistik. Besoj që është shumë e rëndësishme që të përqendrohemi në këtë turistika, pasuri natyrore, kulturore, në gjithë zonë totalisht duhet mbuluar më mirë se çfarë ta bëjmë sot.
Qendra Rajonale e Emergjencave Civile në Finiq do të shërbejë si një pikë koordinimi mes institucioneve vendore dhe qendrore për menaxhimin efektiv të emergjencave natyrore, duke garantuar një reagim më të shpejtë dhe më të organizuar në rast fatkeqësish. Nisma vjen në një kohë kur autoritetet po përgatiten për sfidat që sjell sezoni verës, me qëllimin për të mbrojtur jetën e qytetarëve dhe pasuritë natyrore të zonës. Do kemi mundësinë që Ksamili është një prej qendrave më të rëndësishme turistike në jug të vendit, me plazhe mahnitëse dhe gjire e shpella karakteristike. E gjithë qyteza dhe zonat përreth me atraksione të shumta turistike vazhdojnë të tërheqin gjithnjë më shumë vizitor vendas dhe të huaj. Në shërbim të turizmit është ndërtuar edhe bypassi Ksamilit, një vepër infrastrukturore që lehtëson lëvizje në pikun e sezonit turistik për banorët dhe turistët e shumt. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga ky investim i rëndësishëm që përveç lehtësimit të lëvizjes i jep vlerë të shtuar edhe pronës dhe bizneseve në zonë. Rama shpreh se aksi kryesor i Ksamilit është transformuar në një rrugë të bukur urbane për makinat, por edhe për këmbësorët për t'i shërbyer më së miri rritjes së përvitshme të turizmit. Rruga kryesore nga hyrja deri te dalja e Ksamilit është 2.2 kilometër e gjatë, ku janë shtuar trotuarët me pllaka, ndriçimi dhe pjesa e gjelbërimit. Krahas rrugës në Ksamil ka vijuar puna për ndërtimin e parkimeve publike, të cilat do të lehtësojnë këtë problematik të theksuar gjatë kulmit të sezonit turistik. Maturantët në gjithë vendin do të zhvillojnë të martën provimin e parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj. Një ditë përpara provimit, Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu publikoi rregullat që duhet të ketë në konsiderat çdo maturant para dhe gjatë zhvillimit të testimeve të maturës shtetërore. Gjuha e huaj është i pari provimi i cili nis matura shtetërore 2025. Një ditë para provimit, Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu ka publikuar në faqen e saj zyrtare në Facebook rregullat që duhet të ketë në vëmendje çdo maturant para dhe gjatë zhvillimit të testimit. Rregullat parashikojnë që maturantët të paraqiten në ambientet e shkollës në orën 8:30 minuta, të veshur me uniformë, të pajisur me mjetin e identifikimit, karta ID ose pasaport. Ora 10 shënon nisjen zyrtarisht të provimit të parë dhe do të zgjas plot 2 orë 30 minuta, orar i cili duhet të respektohet deri në fund nga maturanti. Pjesë e rregullit janë edhe detaje të tjera si përdorimi i sirolapsit me një ngjyrë, firmosja e testit me marrje në dorëzim. Ndalimi rrezikosisht i telefonave dhe orave smart do të sigurojë një mbarvajtje të procesit, e cili do të zhvillohet në mbi 140 shkolla në vend, me angazhimin e më shumë se 640 mësuesve, të cilët do të merren me korrigjimin e testeve. Pri fillimit të këtij viti, maturantët kanë punuar për përsëritjen e të gjitha njohurive dhe koncepteve të reja të marra në 3 vitet e gjimnazit, për që gati më 3 qershor, kur dhe nisin provimet e maturës shtetërore. Më herët Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu theksoi se fundi i pyetjeve është riorganizuar, se edhe këtë vit do të ketë teste të personalizuara për maturantët të cilët janë me aftësi speciale. Matura shtetërore do të vijojë me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë më 10 qershor, ndjekur nga matematika më datë 17, për tu përmbyllur më 24 qershor nga lëndët me zgjedhje. Vasil Llajo është mjeku që vendosi të heqë bluzën e bardhë dhe të vesh kostumin zyrtar të deputetit për t'u bashkuar ekipit të madh të Partisë Socialiste. Deputeti Llajo në një intervistë për mikrofonin e RTS Gjirokastra, teksa ka falënderuar të gjithë ata që besuan tek personaliteti i tij, thotë se bluza e bardhë do të jetë ende prezente për të gjithë ata që do të kenë nevojë për profesionin e tij. Doktor Vasil Llajo njihet në opinionin publik shqiptar, por edhe më gjerë, si një misionar në fushën e mjekësisë. Njëkohësisht, në vitet e para të periudhës tranzicionit në vendin tonë, kanë ndërmarrë iniciativa të guximshme menaxheriale, siç ishte blerja e skanerit të parë. Pas shumë ofertave të forcave politike prej 18 vitesh për ta ingranuar në listat e deputetëve, ai pranoi më së fundi ofertën e kryeministrit Edi Rama, duke kandiduar në zgjedhjet e 11 maj 2025. Kështu që deputeti zgjedhur nga kjo përballje elektorale do të duhet të zëvendësojë kostumin e mjekut me atë të politikanit. Besoj që do ta bëj mirë, ashtu siç bëra vesha dhe kostumin e mjekësisë, do vesh dhe kostumin e politikanit, por të jeni të sigurt që do ndroj një herë një kostum dhe një herë një kostum tjetër. S'ka për ta lënë mjekësinë, por do të bëj kombinimin dhe koordinimin e këtyre dy kostumeve, duke bërë që mjekësia dhe politika
të kenë një vektor të përbashkët që të shërbej shërbimit ose politikës mjekësore në Shqipëri, që të bëhet dhe ajo brenda kuadrimit të Komunitetit Evropian, brenda strukturave që ne njohim dhe brenda disa standardeve të Komunitetit Evropian. Gjithsesi, zoti Llajo beson se do të arrijë të njëjtin sukses edhe në misionin e politikanit. Nuk është se unë po kaloj nga një nën punës dhe do të futem në politikë dhe kjo do të më krijojë mua të stresin e të qenit tashmë një status i ri, statusin e një politikani. Unë person publik kam qenë, se mjekësia, mjeku është vetë person publik. Dhe çfarë bën? Kemi kaluar nga një godinë tjetër duke pas një urtë të përbashkëm në dishtyrë dy godinave që nuk është gjë tjetër veç se mundësia për të kaluar nga mjekësia në politika në mjekësi. Dhe diku ndërthurja e këtyre të dyve do japi produktin e një njeriu që njeh mirë problemet mjekësore dhe që do ndikoj për të përmirësuar ato që janë bërë, se janë bërë shumë në mjekësi, por ka dhe akoma për të bërë dhe kjo është do më jetë ajo sfida ime që këto që duhet bërë t'i bëjmë akoma edhe më shpejt e më mirë. Zoti Vasil Llajo kandidoi për deputet në listat e hapura të Partisë Socialiste në Gjarkun e Vlorës dhe u shpall fitues me 6207 vota. Aplikimet e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi, të cilat u hapën më 14 prill dhe përfunduan në 30 maj, regjistruan në qarkun e Gjirokastrës 3073 aplikime ku interes më të lartë ka patur për mbështetjen me naftë, me mbi 1300 aplikime nga ana e fermerëve. 1390 fermerë në qarkun e Gjirokastrës kanë aplikuar për të përfituar mbështetjen me naftë për punimet e mekanizuara. Këto shifra tregojnë se interesi fermerëve ka mbetur pothuajse i njëjtë me vitin e kaluar, ku aplikuan 1440 fermerë. Ndërkohë interes është treguar edhe tek masat e tjera, si mbështetje për tufën bazë të matrikulluar dhe bletari. Ka një numër pak më të ulët te skema e mbështetjes me naftë, por ka një rritje po kaq tek skemat e tufës bazë të matrikulluar, kështu që numri i përgjithshëm është po ai. Tashmë është faza e dytë, faza e kontrollit administrativ për dokumentacionet dhe kontrollin në terren për plotësimin e kritereve nga ana e fermerëve, theksoi Bineri. Duke filluar që sot është kjo faza e kontrollit administrativ që quhet, bëhet kontrolli i aplikimeve të naftës për dokumentacionin dhe për plotësimin e kritereve, dhe krahas me këtë bëhet edhe kontrolli fizik që bëhet nga AZBR-ja, bëhet në terren, duke filluar nga masat e blegtorisë, por edhe masa e mbështetjes me naftë, të dyja kontrollet do të vazhdojnë paralelisht. Pasi të përfundojnë edhe kjo fazë, atëherë do të bëhet rimbursimi i fermerëve. Në qarkun e Gjirokastrës, gjatë vitit të kaluar kanë përfituar nga mbështetja e subvencioneve në bujqësi 3030 fermerë në të gjitha masat. Zhvillimi i turizmit në Bashkinë me Malia i ka rritur ndjeshëm interesin e banorëve për të çelur biznese të reja në këtë sektor. Gjatë këtij viti janë hapur rreth 20 subjekte të reja, duke sjellë gjallëri në aktivitetin ekonomik lokal. Këtë e bën me dije Valde Xhelollari, specialiste pranë zyrës së tatim taksave në Bashki. Zhvillimi i turizmit në Bashkinë me Malia i ka rritur ndjeshëm interesin e banorëve për të çelur biznese të reja në këtë sektor. Gjatë këtij viti janë hapur rreth 20 subjekte të reja, duke sjellë gjallëri në aktivitetin ekonomik lokal. Këtë e bën me dije Valdete Xhelollari, specialiste pranë zyrës së tatim taksave në Bashki. Rritja e turistëve në qytetin me Malia i ka treguar një interes për gjatë lumit Vjosa, që për gjatë verës të kërkojnë, kemi kërkesa për hapjen e çelje të bizneseve të reja sezonale. Përveç kërkesave të hapjes bizneseve sezonal, kemi kërkesa në përfshatra për hapjen e bujtinave për akomodimin e turistave. Sipas saj, aktualisht në territorin e kësaj bashkie ushtrojnë aktivitetin e tyre rreth 120 biznese të vogla dhe 10 të mëdha. Ajo ju bën apel gjithashtu subjekteve debitor që të shlyejnë detyrimet e prapambetura ndaj bashkisë. Gjithashtu kam një apel për të gjithë bizneset që janë debitor të paraqiten pranë zyrës së tatim taksave në Bashkinë me Malia i të bëjnë pagesat e detyrimeve, pasi shmangim edhe kamatvonesat.
Zhvillimi i turizmit dhe rritja e numrit të bizneseve në Bashkinë me Maliaj po sjell një gjallëri të re ekonomike në zonë. Produktet artizanale dhe natyrore po kthehen në një burim të rëndësishëm të ardhurash për shumë familje në jug të vendit. Në Kërcyr, çifti Merko kanë zgjedhur të promovojë traditën përmes punës së tyre dhe shijeve autentike të zonës. Të nxitur nga interesi her pas hershëm i të huajve për produkte artizanale vendase, Fatjona Merko së bashku me bashkëshortin e saj kanë 2 vite që merren me tregtimin e produkteve artizanale, si gliko, bim medicinale, pije tradicionale dhe të tjera produkte vendase që tërheqin vëmendjen e kalimtarëve dhe turistëve. Very much because Më pëlqejnë shumë produktet tuaja artizanale. Provova mjaltin glikon, ishin me të vërtet fantastike. Madje, ka marrë edhe me vete për t'u çuar miqve dhe familjarëve të mi. Jam e sigurt se edhe ata do t'i pëlqejnë po aq sa unë. herbs to make tea. First time, we especially like. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Është një vend shumë i bukur, i rrethuar me male. Ndaluam këtu dhe pam që kishte produkte vendase të ndryshme. Ishte shumë interesante kur mësuam se të gjithë këto bim vinin nga malet përreth dhe morëm disa prej tyre. In between, so that's better, I think. Përveç punës së përditshme me blegdorin, her pas here mbledh edhe çajra dhe fruta të egra në zonën përreth Kërcyrës, duke kontribuar në ofrimin gjithnjë më të pasur të produkteve natyrale. Që në moshë të vogël kemi mbledhur bim medicinale, duke parë që kishte të huaj turist edhe na vendasit kërkonin na të gjitha bimët, çajrat, rigon na të gjitha, edhe vazhdova të hape këtë tezgën me gjithë zonjën. Duke pasur edhe blektorin, ngjitem lart në mal dhe i mbledh, në malin Trebeshin, lart. Interesi ka qenë shumë i lartë i të huajve dhe vendaseve, sidomos Tiranë, Durrës, kërkojnë bimët që prodhon mali jon, Trebeshin, Këndel. Dhe ka qenë shumë i lartë, shumë mirë. Jemi të kënaqur dhe kemi shumë rezultate të mira. Huajt janë kureshtar të provojnë tranan, petat, glikot na më të ndryshme, si gliko arre, portokalli, molle, këto bimët, çaj, mali, sherebel, janë shumë të interesuar. Për shumë banor të zonës, tregtimi i produkteve vendase është ndërruar në një mënyrë të qëndrueshme për sigurimin e të ardhurave ekonomike. Vijoj me një informacion nga Rendi, një 37 vjeçar i dënuar nga gjykata e Pejës për kultivim të bimëve narkotike është arrestuar në Tepelen me qëllim ekstradimi në Kosovë. Policia njoftoi se si rezultati i koordinimit të informacioneve dhe veprimeve operacionale nga rjeti Enfas nëpërmjet homologëve në njësim FAS në Shqipëri dhe në Kosovë u kap në Tepelen në vijim të operacionit The Wanted. Shtetasi shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar për llogarit të Kosovës, AK 37 vjeç i lindur në Tepelen. Sipas policisë, gjatë 2024-s, gjykata themelore e Pejës ka lëshuar 2 urdhër arreste për këtë shtetas, konkretisht një për kultivim të bimëve narkotike dhe tjetri për kultivim të bimëve narkotike dhe armbajtje pa leje. Interpol Tirana po bashkëpunon me agjencitë ligjzbatuese në Kosovë për të finalizuar procedurën për ekstradimin e shtetasit AK në Kosovë, njoftoi policia. Kroni Pula u shpall fituese e edicionit të 63 të festivalit të mbarkombëtar të fëmijëve në kategorinë junior me këngën Fruta Perime, ndërsa çmimin e parë në kategorinë të vegjël e mori Maria Klaja me këngën Ja çfarë bëri Bubi. Ky event i rëndësishëm muzikor u transmetua drejt për drejt dhe ekskluzivisht për publikun në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Në qytetin e Shkodrës u përmbyll me sukses dhe plot emocion edicioni 63 i festivalit mbarkombëtar për fëmijë. Kroni Pula mori çmimin e parë në kategorinë junior me këngën Fruta Perime, e cila arriti të triumfonte mes 29 këngëve pjesëmarrëse, e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në Junior Eurovision.
Për sa i përket kategorisë të vegjël, çmimin e parë e rrëmbeu vogëlushja Maria Klaja me këngën Ja çfarë bëri bubi. Këtë natë magjike u rikënduan 29 këngët pjesëmarrëse, nga të cilat 20 në kategorinë junior dhe 9 në kategorinë të vegjël. Të gjithë e din, çfarë është një vajzë për një baba. Para ju shka marrur sot në këngën t'ju brendoj, vllajin tim të vogël qera gjiun ta ndihmoj. Pjesë e rëndësishme e këtij festivali ishte edhe pjesëmarrja si antar jurie e dy personaliteteve me peshë të muzikës, Inva Mula dhe Robert Radoja. Qelë si pari në edicioni 16 i Festivalit të Filmit për Fëmijë Anifest Agjiro në Gjirokastër. Fëmijët Gjirokastrit për gjatë gjithë verës do të ndjekin 60 filma, prodhimi kinematografisë botërore. Për përzgjedhjen e filmave më të mirë do të vendosë juria e fëmijëve dhe ajo profesionale në datën 26 shtator. 60 filma të animuar do të kenë mundësi të ndjekin gjatë verës fëmijët Gjirokastrit, duke nisur nga dita e sotme që shënoi edhe çeljen e festivalit ndërkombëtar të filmit për fëmijë Anifest Agjiro. Edicioni 16, formatuar ndryshe nga më parë me një shtrirje më të gjatë kohore, synon argëtimin dhe edukimin e fëmijëve përmes filmave dedikuar atyre. Do shtrihet deri në shtator, kur do bashkangjitet këto filmat, filmi më i mirë të përzgjedhur nga vetë fëmijët, do shfaqet përsëri në shtator një seancë, 2 seanca, do bashkohet me 2 seanca me filmat të përzgjedhur nga jurit që janë në Tiranë, pastaj fillon juria ndërkombëtare që do vinë në shtator, sepse do kemi dhe antar të jurisë ndërkombëtare, dhe që nata finale që do bëhet në 26 shtator, do ndahet çmimet. Filmat janë të përshtatshëm për grup moshën 6-12 vjeç dhe ishin vogëlushët e kopshteve që mbushën sot sallën e kinemas. Më pëlqeu shumë filmi, po te kinemaja kemi ardhur shumë ditë, kemi pa shumë filma. Sot ne pa filma të bukur, ata flisnin për ndodhjen e ambientit. Çfarë kuptove ti nga filmi? Duhet ta bëjmë të pasur pa ambientin. Gjatë ceremonisë hapjes së festivalit, Bashkia Gjirokastër i dorëzoi drejtorit të festivalit zotit Artan Marku certifikatën e mirënjohjes me motivacionin organizatori shumë festivaleve kombëtare dhe ndërkombëtare të filmave për fëmijë, duke i shërbyer edukimit e argëtimit të fëmijëve nëpërmjet kulturës dhe artit, kontribues i palodhur në aktivitetet kulturore dhe artistike në qytetin e Gjirokastrës. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.